në vëndqe, në rubrikën tonë që flasim vëndqe. Si thonë ata, më mirë një raur vëndqe, jo, apo ishte një kënduar vëndqe në tronë. Normal, se kemi dhe artista studio tani mos ta bëjtë të gjëra. Po, lëri këto tani... Po, vëndqe, për valën është. Do diskutojnë për një temë që mendoj që ju prek disi. Unë zdua që t'ju preki, po ju prek, e kupton? Po na bymen fëmijët. Po na shëndoshen fëmijët. Po na shëndoshen me delikates. Që në mosha të vogla. Të vockla. 1 deri në 5 vjeç, por... Edhe jemi në vëndet e fundit, do me thënë gjyna. Po, na ka kaluar Zelanda e Re, na ka kaluar Australia, imagjinoj kur Shqipëria, e kupton dhe tani. Tani me këtë do të flasim sot. Ne që kemi qënë si shqartha. Karthi më fare. Po, si tha, në rrinin ato parë dhe sytë në gjyrë beshta, gri ose të zeza, se këto 3 ngjyra ishin, në rrinin këshu, fit mas trupit, ripi ke vrima fundit. Me një super panel, si gjithmonë, se emisioni jonë nuk bëndot jo super panele, e ka këtë defekt. Rudina Koromani, psikologe, Nike Dashë dhe emisionit Bardazi. Rikëthet fuqishëm në studion tonë. Lola Koromani, një dietologe e shkëlqyer që ne duam shumë. Do ta doni dhe ju nëse doni të mësoni. Nëse s'doni, mësoni vetë, s'ka problem. Nëse doni pastaj. Dherë për punën tonë, po mire thash, mësoni vetë po të doni. E thot edhe Lola këtë. Po. Rikëthet në studion Bardazi. Ai, busjeshja e të cilit, është e pa oksidushme, Arjan Bredhasi. I miki mrekullueshëm ka vetëm një defekt shumë. Kësa ishte bluza. Jam do të mësua. E pas këtë marrë shembull. Pas ke hyrë në ujë. Ka vetëm një defekt, nuk nga ka sjell kitarën. Çështje krize. Kitarën e kemi lënë për vitëri. Kitarën për vitëri. Dakor. Dhe vjen për herë të parë në studion Bardazi, po jo për herë të fundit. Dorina Prefi, avokate, një grua e shkëlqyer që i ka shumë qejf fëmijët dhe bën namin për ta. Ka vetë dhe do jedhin prindrit e gjyq tani. Do të qenë prindrit e gjyqi, po na i bëjmë fëmijët obez, pra do e fillojmë fajin nga vetja. Rona da, fillimisht, dhe pastaj ti hedhësh një gjyq ku nuk e zbatojnë ligjin. Nuk mund si duhet të jetë ai ligji, se ja këtu ne jemi në vend që parashtrojmë, sepse kemi avokat, kemi dhe... Unë basin të drejtat e njeriut, më kupton, do kemi prap ligj mbi ligj. Ligji në rreth të parë duhet të detyrojë institucionet, mendoj unë. Pra në rreth të parë shteti është ai që duhet marrë masat për të... Si institucionet fëmijët me dietë, për shembull në Çerdhe, në Kopësh, se për hir vërtetës kam parë një gjë. Nëpër Çerdhet shtetërore ekziston një lloj diete me gramaturë për fëmijët dhe fillimisht unë kur e dëgjova u shokova, se them, po ç'është kjo fëmijët në dietë tani se ne jemi mësuar, hajtë ke qenë mami, frut ke qenë mami, plast ke qenë mami. Kjo është një nga arsyeja që të prohet, kjo është një nga arsyeja që të prohet pjesa e mbidhënies së ushqimit, e cila çon në zgjerimin e stomakut. E më pas në shenjat e obezitetit ke fëmijët e vegjël të moshave 5 dhe 19, për cilat ne po diskutojmë sot, është fillon që ke familja, pra një nga faktorët u prek nga pjesa e, pra themi, ta pranojmë faktin që është një shenjë luksi. Pra është një gjë që nuk e shohim ke pjesa e vendeve të varfra. Nëse vendet e zhvilluara e kanë me 30% prevalencën e obezitetit, është e kundërta tani. Vende si Saharaja e kanë me 2%. Po me 2%. Okej, por pjesa e teprimit që ke familja, sidomos gjyshet, që forma atyre dashurisë. Na falni ju gjyshe, petullat e gjyshe, na falni. Vetëm ke ngrëna. Kjo është një nga, sepse faktorët janë shumë, ne do të diskutojmë këtu të tëra, por është një nga ajo që prekët juve. Është një nga pjesa e mbidhënies së dozës të ushqimit aq sa i duhet fëmijës dhe aq sa djeg fëmia sa aktivitet fizik ka për të djegur. Po pra se ato se fusin prapë, e kupton, nuk shkojnë punë, nuk kapin autobusin, ose vikti televizion për shembull në live ose në gjë tjetër për shembull. Unë besoj për shembull që një nga faktorët kryesorë është që se kemi bler me lek. Lëre, se kjo është ekstrem tjetër pastaj. E kam thënë dhe unë mos e hidh ushqimin, dëgjoj, bashortin ka një shprehje. E kam thënë dhe unë. Kur i themu në më haje mos e lër, po tash ty të dhimbë se të koshi apo stomaku im thotë, kupton? Ideja është të flasim mbi realitetin. Kur kisha fëmijët e vegjël, vajza ime hante shumë pak. Se ishte lindje në pesh, lindje e vogël. Dhe detyrimisht dhe njante mamit nuk do t'i njante komshijes. Po, normal. Mami balerin, mami. Si do t'i njante komshijes. E do të bërë një kompliment. Dhe si qishte atëhere, i qonin fëmijët 25 ditësh. Në Çerdhe? Po, në Çerdhe. Dhe kjo ishte një tmerr i vërtet. 25 ditës ta çosh fëmijët në Çerdhe ishte tmerr. Dhe
Tani unë se kisha mësuar me ushqim. Jepja shumë pak lëngje për ta stërvitur që... është i qika jo kullostra, mbas kullostrës është qumshi? Bëja, do më thënë, mollë, majoshe, ase ombël, ase tharët. E para pregatita që të mos mbes të fare pa ushqim. Mirë po, qëfar bënin atje? Në qerde, ha? Në qerde, e ambanin kokën këtu, drejt, edhe tasin këtu, edhe fape. Kur i kapa unë, qëfar e duke bërë? E merja fëmijën, thartuar komplet, gjokësi. Të mashme, e kishë nëzjerë? Të gjithë, Ushqimin komplet, pa përjashtim. Po ne a japim se gjunaf, po e paguan. Moj, ty të vjen keq për parat e mja? Fëmijës tim, nëse fëmija, se ajo këthen të kokën më njanë, nëse fëmija e këtheu kokën më njanë, fëmija është me menqër se ty, dhe se unë. Sakt. Për këtë duhet pyes. Pra, a ka fëmija koshjencën, pra, kur një fëmijë nuk do të haj sepse nuk i hajt, apo nuk do të haj se bën në herë dhe kapriqo. Se edhe këtë prindis mund të kuptoj tani, se s'mund t'i vënë që njës dhe prindri. Fëmija kur nuk do të haj, tak e largon gojën. Për me, e largon edhe për kapriqo tani, mos se bëj si kur e largon. Jo, kur do fëmija grindet, kur do të haj, grindet, fillon qanë. Ndërsa kur ti e jo ku ta mësonin dhe nënat e shkreta këtë gjë tani se edhe t'ju kthehemi prindërve sikur s'po bëjmë tamam. Jo, fëmija kur do kërkon ka sinjal. Fëmija të tregon që unë gop, ose kur fëmija po e bën për kapriqo, do tentosh edhe 2-3 herë të tjera, me metodat të tjera. Jo. Fëmija nuk e zgjumi, po songri kalamani. Fëmija nuk lind me kapriqo. Me kapriqo e bën mamadhia. Unë nuk mendoj se po i bëjmë fëmijës. Mamadhia është ajo që nuk kupton vetë dhe ka bërë gabim që është bërë nën kur ajo nuk është gati të bëhet nën. Pra ndaj unë e quaj mamadhia dhe pik. Faktor genetik, ekzistojnë disa predispozita, sepse çdo rasti që sollut ju, thekson faktin se sa e rëndësishme është rast pas rasti. Pra çdo fëmijë ka nevojat e veta. Pra themi pjesa që nëna të lexojë fëmijën, sinjalet e fëmijës, sigurisht, që ka nuk je gati, do lexosh, do marrësh info. Pa diskutim. Do bëhesh nën, u bëre nën, u bëre papritur. Në pjesën e mëmësisë, ajo që gabohet, pra sigurisht që nuk ka nënë të keqe dhe nënë të mirë. Çdo nënë mundohet të bëjë më të mirën. Mundohet të bëjë më të mirën. Jo, s'ka profesionalizëm, s'ka profesionalizëm në doza të caktuara si kjo edukatore tek vajzja jote, pra themi kjo, duke parë fëmijën, ajo duhet të kishte përgjithësuar dozën, në bazë të peshës që ka fëmia. Jo, hëngri 3 lugë lëre. Është e vërtetë ajo? Eksakt, pra. Eksakt. Megjithatë, ka edhe po marr krahun tjetër, do të thënë edhe unë jam prind, ka qenë çuni tani 17 vjeç, kur ka qenë i vogël, e merrte se unë nuk e kam shpërnë në çerdhe, për këtë arsye se ishin 20-30 veta për të shkuar dhe po kishte raste për shkak që çuni nuk hante frutat, po themi, edhe merrja unë jepja ndonjë çoko krem, ndonjë kështu e hante kishte qef, do pra është dhe punë shije, dhe punë Jepja të punë shije është kjo tjetra sheqerluku. Sheqer të shtuar, kur është i uritur, ne mendojmë që tani kur është i uritur do aj, po nga njerë është dhe çështje shije, se çfarë shijon. Diçka që nuk e hash, tjetër gjë. Ama hëngri 3 lugë, mos jep 30. Por është ashtu të ushqimeve, përveç kësaj. Janë disa që ju thënë lumsa në... Ja, një sekundë. Mendoj që është ushqimi i tepërt që po i bën ata obez. Është cilësia e ushqimit, është lloji. Varet se për çfarë moshe flasim. Nuk është një faktor i izoluar. Nëse flasim shumë faktor. Sigurisht që edhe këto dekadat e fundit, ushqimet e shtuara të përpunuara që janë në treg, të cilat nuk kanë qenë më përpara. Kjo i jep përgjigje pyetjes që ngrit në fillim. Pse po shtohen fëmijët obez? Dhe obeziteti nuk është vetëm problem ke fëmijët, por edhe ke adultët në rritje. Nuk mund t'japësh do të fast food fëmijës 5 vjeç. Sepse mami kërkon gatuar. Ne nuk kemi marrë vetëm për 5 vjeç, kemi marrë nga 5 deri pra për gjithë fëmijët deri në moshën 18-19. Deri në moshën 19, një nga faktorët kryesorë është për shembull deri në fazën e zhvillimit. Pra, obeziteti si çështje, ajo që unë shoh shqetësuese është që ka ardhur si fenomen në rritje për adultët dhe për fëmijët, në kohrat moderne, pra konsiderohet si një obezitet i pediatrik. Edhe të rriturit po shëndoshën. Po, dhe kjo është fenomen. Para një nuk ka aktivitet fizik, sot një nuk ka, është në zero. E kupton, po të asha ato që s'klëqet? Po, fast food për ato që kur futesh në fabrik kimikate. Rritja e mirëqenies, por nga ana tjetër, përveç rritjes e mirëqenies, pra ka shkuar popullata, ama 32 vjeçare kanë shkuar drejt një mirëqenie më të lartë.
Okej, pra nuk diskutohet. Fast foodi nuk është mirë që ne këto janë. Fast foodi është një diçka për së shpejtë. Ne të gjithë faktorët në thema si tani fëmijë, nuk do hanë avokado tani se po e bëni ju tani. Avokado ose avokado duhet të hani, ashtu. Avokado po unë. Fëmia duhet hajsoni që ka ngërë mami dhe babaj banane. Unë në momentin që jam në punë kam më të kollajt, ti jap lekun dhe të shkoj të aj fast food diçka. Edhe ai e bën te dyqan. Dhe ajo është një nga gabimet kryesore. Dhe prape ka fal mami. Aktiviteti fizik, po. Mami që, po dhe mami është në punë që të bëj. Flasim për moshat e vogla ka fal mami. Që ta ngrë pak nivelin, jo vetëm të diskutimit se sigurisht është i nevojshëm, por dua të them nivelin e menaxhimit të kësaj situate. Unë e shoh këtë shumë lart. Pra problemi për mua qëndron tek masat parandaluese. Ne nuk po bëjmë një parashikim se ku do na çojë kjo situatë sot, sepse ne fëmijët po na ushqejnë keq. Këta fëmijë të ushqyer keq, do mësojnë keq në mësime, do ndërtojnë keq familje, do sillen keq se do të jenë të acaruar, do të jenë fëmijë të stresuar e të rritur të stresuar. Shoqëria do të jetë problematike dhe ne ku po na çon kjo. Pra, unë vërej që na mungon. Po ta ktheu. Qa faj kanë fëmijët e shkret që s'ka një vend ku të lozin me top? Qa faj ka fëmijët e shkret? Ja balarët e tyre, mamalarët e tyre, gjishalarët e tyre, kanë vjedhur edhe trotuarin, kanë vjedhur edhe gjdo cep të gjelbërimit të mundshëm. Mirë të njerëvuar nga natyra. Ajo Këtu po fillojnë po vjedhin dhe salonin brenda. Ajo që unë do rekomandoja është që shkollat duhet të kenë hapësira të gjelbra që të shtojnë dhe edukimin për natyrën, edukimin për ushqimin si një lëndë, si në kurrikula. Ajo hapësira gjelbër për pallat. T'ju them rastin e djalit tim, ai ndërroi shkollë dhe si çdo ditë që e pyesja pyetje të ndryshme, e pyes nga shikon klasa juaj, nga i ke dritare. Nga shikon. Nga Kazani Plerave. Nga Burgu, tha. Nga Burgu. Para burgimit tek shkolla Derada. Pra një ndër shkollat më të rëndësishme shikon faktikisht nga Burgu. Për mua është mungesë vizioni. Ne po i trajtojmë fëmijët si jo të rëndësishëm. Fëmijët nuk janë gjë më rëndësishme në jetë për ne, për shtetin shqiptar, fatkeqësisht. Dhe po u trajtuan kështu, absolutisht do ketë situata apo po e egzagerojmë? Shumë aspektin. Unë shikoj jam e prirur për ta parë në një pikpamje më të gjerë pra si fenomen, siç e nisa dhe në fillim. Pra, obeziteti vërtet është një problematik, obeziteti pediatrik në rritje në Republikën e Shqipërisë, pra ke fëmijët, për moshat 5 deri në 19 vjeç, por nuk është një vend i jonë përjashtim, është një fenomen botëror. Pra bota, mos fillojmë me këto tani. Bota e ka problematik obezitetin, ke mosha e rritur dhe ke moshat e fëmijëve. Ajo që unë si psikologe shoh, në kohë Xhaxhit nuk ishte fenomen botërore? Po në kohë Xhaxhit s'ke pasur fast food, vetëm kërnat ka kishin në pazari. Pra thuaje që kishte më cilësi ushqimi. Kishte cilësi ushqimi, ishin bio, kishte aktivitet fizik. Margarina, vupe. Po ishte margarina. Jo, margarina shionte, pra, një lojt botë. Kishte me vaj palë në margarina. Fëmija sot rrinë në telefon. Para se ty e në mësim ti bëja atë gjiron, atë vrapin e ajo buka me gjallë mirë sa shionte. Ku ki gjallë? Nese, ku kishte? Njërë javë gjallë, trer njavë, buka me gjallë, Fiskultur bëje, hajde bijem shkollave vërdalë, me përjashtim të ndonjë. Unë nuk di që të zhvillohet ore fiskulturës. Më thuaj ti një ku zhvillohet ore fiskulturës. Po flasë që shorë mësimi. Nuk ka absolutisht. Unë shumë që ore fiskulturë e dajnë në Ja ta ngacmoj që ke dhe Rudin. O Rudin, dakord, unë jam dakord që kështë fenomen botëror. Për shkak të asaj që edhe kolegja thot edhe Internet, telefon. Praktisia ushqimet e përpunuar ato të botës, a bëjmë përpjekje apo rinë këshu Sigurisht që bëjmë përpjekje, dhe nëse mua do më pyste ndonjëri dikush, dhe do më thoshte se nga fillohet, si do fillohet, unë do thosha të parën fare, që në moshat e vogla do thoja të shtohet një lënd në Shqipëri dhe jo vetëm. Pra, natyra dhe njeriu. Kjo lënd do ndimonte duke parë në aspekt të gjerë, jo thjesht hyri një lënd e re. Ke programin, ke personin, ke dhe mësuesin që ta japi të përgatitur. Tani, deri tani po flasim këshu nga pikpamja jo vënqe. Nuk e di pse nuk më duket jo vënqe. Moj, po pse nuk i binin kokë? Jo patatina. Sepse është kancer. Kjo është pjesa e ushqimit. Jo patatina. Kjo është njëra Haribo.
Jo Haribo. Asgjë, për mua asgjë. Asgjë nga këto që shesin në përmarkete. Pra, kurrëmisa si fenomen dhe një nga faktorët është pjesa e ushqimit të ushqimeve të shtuara të përpunuara. Këtë po thoja. Është pjesa e ushqimit. Dhe të gjitha ato me sheqer të shtuar. Në qoftë se do t'japim vëmendje dhe problematikave psikologjike, më lejo vetëm të them diçka. Pra themi që është komponenti psikologjik i cili bën një diferencë krahasuar me brezat e mëparshëm. Pse patatina çfarë të duket? Nuk është një drogë për trurin që i ha kështu, po. Por jetimet e stresit, pra të themi, janë një nga format e stresit të përjetuar që reagon trupi që fëmijë është pjesa nëpërmjet ushqimit, pra është një nga format e reagimit ndaj stresit që ha në mënyrë jo vullnetare, sepse ato prish format e ato atë ditë kanë brenda patatinat që i cili më pas në moshë të rritur për kthe dalin në psikopatologjitë e këto janë më të rrezikshme këto që thuat. Eksakt. Meqense se u përmendën Themi në kohrat moderne dhe për këto po flasim dhe që ndikojnë më shumë. Pra themi janë cilësit pa i përjashtuar të gjitha Po se fëmia ka ngrënë, po se që ka ngrënë vetëm Zoti e di. Që ka ngrënë fëmia është gopur, ruajtja e masës, cilësia e ushqimit e më pas faktorit psikologjik. Shumer fëmijët anë atë që duan dhe shmangin atë që duhet anë. Por mos e harroj, dua ta nënvizoj. Kur të shkonin për shtëpi, si ju, si gjithë këta që po na ndjekin, një patatinë me një çakmak, veri një flakën dhe do shifni. Është qese apo shpata? E kam testuar vetë. Është qese? Qese. Po, mëse edhe patatja më nuk e dija se do ta kisha marrë, do ta testoja këtu në studio. Po? Dhe jo vetëm patatinat e Shqipërisë, edhe jashtë. Është e njëjta gjë. Kur e ke parasysh kur djeg një qese që rrjedh ashtu rrjedh edhe ajo? Fiks. Nga ajo ditë rrjedh vaj palmës më. Nga ajo ditë çuni im për shembull nuk ka ngrënë në patatina. Po. Nuk ka ngrënë në patatina dhe e ka parë me sytë vet. Nga ajo ditë nuk ka ngrënë. Ashtu po ja bëj dhe unë gozës time. Jo, po t'ja dikesh në sy domethënë. Domethënë janë shumë këtu tash nuk mund të them dot për kontrollin që duhet bëje kontrolli çfarë. Kurse për të rriturit, kurse për të rriturit, ata që bëjnë fizikën, kimin, në orën e kimis, le t'ja vënë poshtë në lamë të laboratorit. Akoma shumë, po, janë shumë... Për të mikroskopi dhe të shikojnë se çfarë po hanë. Ne kemi një autoritet kombëtar të ushqimit, por faktikisht është një institucion i cili nuk ka kapacitetet të kontrollojë... Kemi vetëm laboratorët. Po edhe laboratorët nuk janë në cilësinë e duhur, në masën e duhur, në nivelin e duhur. Pra, ne sot nuk mundet që ta kontrollojmë cilësinë e ushqimit. Ne kemi ministre virtuale, po ne nuk kemi laborator, të kontrollit të ushqimit që është më rëndësishme, për popullatën. Sillet si një polici e ushqimit, ka garancime, por nuk ka një kontroll që të gjurmoj, të ketë edhe gjurmëshmëri të ushqimit nga prodhimi deri në konsum. Ore, këtë sa për t'ju gacmuar. Ore, është ajo si... Na kanë prishë në qikë punë kod. Po s'jam vetëm makullohet. Për shembull, unë me një spoja zemri se është rritë supermarkete shumë të mëdha, unë kam hyrë para 2 javësh dhe desha të menja hot dog. Edhe shoh aty ishte datë skadimit ishte në korik. Që unë mund t'ju kisha bërë dhe një denoncim dhe ose të thesha mi jep kaq lek. Unë këtoj që ta harrojmë këtë çështje, siç ndodh rëndont. Edhe me paturpsime të madhe aty ke arka më tha mua, po se vri mendjen tha mua mirë që i petha, po s'është puna mirë që pa, po ku shkojnë? Po mos të kisha parë. Vëndse. Datë skadimit ka qenë korik. Ajo është plot me mikrobe. Tani kjo ishte një rast, po sa raste të këtilla dimne që vinë të skaduara ju ndrojnë. Tani, të lutem, që se jemi në fund, a javim disa këshilla fëmijëve, po këshilla nga këto vëndçe. Ç'a duhet hanë fëmijët? Për shembull 1 deri në 5 vjeç, ç'a mund të konsumojë një fëmijë? Sup me perime. Sup me perime të bluar në blender. Nëna të dashura, dëgjoni. Sa të mirë ekziston blenderin, se ne do rrinim t'ja shtypim me lugë ose me shtypse në hudhrave. Kështu, kurse sot janë të gjitha. Sup, frutat, mundësisht t'jenë 100% lëng apo pulpin aty? Mirë është tull. Smoothie. Smoothie në frutave. Si që ham edhe ne vetë, ajo është më e shëndetshme. Po këto të gatshmet e marketeve? Dhe asgjë të gatshme. Unë për vete nuk i kam dhënë fëmijës time asgjë të gatshme. Dhe atëherë, jo tani që janë pa kontrolle, pa asgjë. Po qumshin ja ke dhënë tani, se qumshi s'të mban gjithkohës kam vetëm qumshin e mamit. Normal. Jo, qumësh kështu nuk i kam dhënë, sepse nuk i bënte mirë. Okej.
i jep të diare. Fëmijët mund të hanë karrota, mund të hanë kastraveca, si snacks. Janë shumë të këndshme. Edhe të papropunuar. Kur i dalin dhëmbët, se pa i dalë dhëmbët, si të i karrotat a i dhëmbët. Okej, ajo është tjetër gjë pastaj. Po, thoshim për moshën, ndoshta 2 vjeç që je është plotësuar edhe me dhëmbë. Por, ndoshta duhet nisim edhe ne prindri që t'i zëvendësojmë menut edhe në për ditëlindje, në raste festash, në raste kur ftojmë miq fëmijë të fëmijëve tanë. Gjithë fëmijët ku do që shkonë për të gjitha restorantet, qa do aji s'ka problem në i pizë, në i makarona, edhe prindrit janë mësuar me këtë naturalitet, do më thënë që e do edhe jepja. Po pse fëmijët japonezë janë perimet, këto fëmijët tanë, qa kanë me perimet ta? Sepse ata i rrisin vetë perimet, ata edukohen që ta mbjellin, ta rrisin, ta pastrojnë, ta rregullojnë, ta ushqejnë, ta përgatisin, personalisht i përfshi fëmijët në gatim të paktën, se s'kemi ku të mbjellin, po të paktën në gatim, që ata ta shikojnë gjithë procesin se si kalon ushqimi, të din nga vjen ushqimi, të din se kush janë ushqimet më të mira, dhe gjithë një, për shumë një këshill që unë u jap fëmijëve të mi është, përpiqu të hash 3 ngjyra, pra nëse kam përgatitur makarona, do shtoj dhe sallat, do shtoj dhe diçka tjetër me një ngjyrë tjetër dhe do t'ju them prit se nëse nuk duan, nuk i ke plotësuar 3 ngjyra. Pra, duhet të hash diçka të verdhë, po edhe diçka jeshile. Prandaj tani kuptojmë se ato ka ca shtete që kanë flamuri me 3 ngjyra, mos e pas kanë për këtë. Ka pas nga 3. Po ne kemi me 2 ngjyra, 2 ngjyra hanin ato. Këtu nuk përdorin prindrit si një taktikë. Vetëm shalgjirin duhet ta hanë. Në këto kohëra ka pa fund. E rëndësishme është të dish të zgjedhësh. Pa diskutim ka pa fund, po me këto ëmbëlsira, se unë kam përshtypjen që nuk ka fëmijë që nuk i ha ëmbëlsirat, ë? Jo, nuk ka fëmijë, sidomos çokolladat, unë kam një bete me atë vajzën time, do haj, sigurisht që do haj. Unë le shpinë pa ëmbëlsira, vetëm që ajo mos hajë ëmbëlsira. Këtë do thoja, kjo është zgjidhja vetë. Të betohem, unë këtë bëj. Nëse juve si mama do t'i thoni që çokolata asnjëherë nuk hahet para buke. Ua plasa, e di që poni, merë qokolata, ti në qef ato kristapet, në tonjza duhet bësh pak diktatore, në tonjza. Do t'i thuash që kjo në asnjë mënyrë nuk hahet. Pra e prerë, mami duhet jetë e prerë. Pra roli i parë, asgjë të ëmbël para ushqimit. E kam thënë njerë, kalamajt e vegjël janë si lokomotiva. E treqin gjyshen zvar, në përlagje, deri sa ta fusin atje, dhe do ulurin, deri në 4-16 dëgjohet, deri sa të marrin atë gjën. Kjo është varësi me keqe se droga, më besoni të se kjo shumë e rëndësishme kjo gjë. Të bëju një pyetje tani. Këto është komponenti psikologjik, ku elementi, autoriteti se dërën. Se fëmija ime nuk e ka bërë këtë, as me mua, as me mamin, as me babin, as me gjyshen, as me gjyshin. Tani, varet... Se gjyshja i ka bërë këtë as ka tërhequr, as e kanë tërhequr. As ka tërhequr, as e kanë tërhequr. Qa të morona... Ja, këshu kam dentur, jo për tu krenuar. E kanë dyshani për shtavatit dhe i shikoj. Atere vëmqen të ndë? Lozin jashtë nuk i thosha asgjë për televizor, asgjë. Se vriteshin, se bëheshin pis 4-5 herë në ditë të ndroheshin, nuk e kisha për. Kemi ngërritur në mesazhin ton vënqe. Jepi të meru një sa më shumë aktivitet fizik, sepse është gjë me mirë që mund të egzistoj momentalisht, sepse për të ngrënë nuk mund të sugjeroj asgjë qartan, sepse nuk dim çfarë vjen dhe të natyrës, edhe frutat dhe perimet janë me pesticide. Nuk dim. Jo, natyra të lëvizi, se po lëvizi tretet. Të paktën meru me aktivitet fizik. Unë Joanin e kam quar dhe në basketbol e kam quar dhe në notë shqyqër zotit, ka qenë një moment që u bëkshu tip boli, që themi, edhe ishte nga qokolatat, nga petullat, nga këto. Po ja thoje ti, se edhe nuk duhet ja themi, se edhe kjo është shumë e rëndësishme, se është si ndjem bullizimi. Jo, unë e ngacmoja në sens humori, si që e kam unë lidhjen me qunin tim, bolo që kemi bolo. E thënë nga prindi, e kursen dhe po prindi është bullizu si bëj malit mjës tani. Po, dhe nuk me të përtojnë si bullizim nga pala tjetër, sepse prindi e para prind, unë e thesha, edhe a i më nga të smon të vënqja duhet e se se kuptuan tani. Mënyrja vënqja është... Vrap nga liqeni. Vrap, po kam betur në një qik liqen, vrap nga liqeni. Ku ka pem, ku ka skarfar, do më dhe në gjitu një në për pem, ore atë... Të paktën, të tretet a ju që hangri. Ore vënqe është vënqe ti tani, pse bësë ku se kupton? Jo, kjo është vënqe. Vënqe? Vënqe, të hanë shëndetshëm, po gjetë në shqimet së dhe të vrapojnë. Okej.
Të vriten nga gjujnë si që jemi vrarë dhe me. Do thoja prindër të dashur, e di që ju përris një fëmi si princër, si princeshat të gjithë, dhe për i përgjeni shumë. Por, mos aroni të bëni prindin, sepse prindërimi nuk është vetëm të pjesa e edukimit, që pak e bëjnë edhe atë pjesë, por është edhe pjesa e ushqimit. Ajo edukat që merë fëmia, është roli prindit shumë i rëndësishëm për ta orientuar fëmijën me një kulturë të mirë të ngrënit dhe për të ngrënë akademike, vënqe. Të kërcas fasulja. Po fasulja shumë e mirë. Të kërcas fasulja. Fasulja, të gjitha ngjyrat. Dorim? Vënqën time do ta kisha me shtetin. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të përfshihet shkolla. Të përfshihet shkolla si komponent. Po. Të përfshihet shkolla si komponent në këtë histori, duhet absolutisht fëmijët të kenë një regjim ushqimor edhe në shkollë. Oke, po e mbyll me kaq. Erion, vënqja jote? Vënqja ime është zbathur nga liqeni, zbathur në rërë, zbathur në tokë, kalamajth. Dersa ti grisin ato pantalonat. Po, copalet bënë, se themine, wow, vra! Jo, mërë të gjakose. Atyre të ngordi, se e vrarë, jemi bërë copa, po mirë jemi rritur. Shkojmë në publicitet duke falenderuar shumë sponsorët tanë që në mbështesin dhe kam besim në edicionin tonë. Po thasë të falenderoj e të ftuarit ti. Pa tjetër që janë miqë tanë, sepse ata do të vinë prapë, se sezoni sa po ka nisur. Po. Shkojmë në publicitet dhe me njëherë pastaj takojmë këtu në studio, ju presim me ndeshjen Bardhazi.